Qëndresa qytetare është një zë i rëndësishëm kur është çështja për të mbrojtur interesin qytetar në këtë fushë të veprimtarisë ekonomike? Ne të paktën në zgjedhjen në cilën kemi bërë, në qoftë rastisi, pak ditë më parë kemi patur edhe një deklaratë publike, pikërisht sa i takon disa problematikave të konstatuara në treg. Kjo ardhur edhe nga raporte ndërkombëtare, pikërisht për shkak të fuqisë që kanë individët për të siguruar sot një pronë në treg, duke u nisur nga kushtet tona ekonomike. Ajo që qëndresa të paktën në këndvështrimin e saj ka gjithmonë është fakti që çdo treg ka nevojë për rregullimet e veta. Dhe aq më tepër pastaj një treg siç është ai i shitblerjes pronave, që ka njohur një bum të madh zhvillimi, sidomos vitet e fundit, padyshim që gjatë kohës që zhvillimit të tij dalin element të cilët të gjithë aktorët që janë pjesë duhet të gjejnë format për t'i rregulluar, aq më tepër pastaj kur lind detyrimi nga ana e institucioneve që janë ato që përcaktojnë limitet edhe të tregjeve, por edhe bashkëveprimin e palëve brenda tregut.